Të gjithë bizneset që shkelin procedura tatimore dhe doganore do të dënohen vetëm me burg. Në Komisionin e Ligjeve u miratua heqja e dënimit me gjob për bizneset që kalojnë kontraband, mallra pa akcizë apo hedhin në treg mallra kontraband, duke përcaktuar deri në 7 vjet burg. Ashpërsimi i dënimit ndaj bizneseve shkaktoi debate të forta mes shumicës së opozitës në komision. I thua qytetarëve, po u mort me biznes, keni një alternativë, thuaj burgut hap. Doganierët tua janë ata që protestojnë dhe ju ata nuk i prekni. Janë ata që duhet kapin evazorin që kalon maunën dhe e lejnë aty me lejen, me telefonatën që vjen nga sipër. Kemi ardhur për të dënuar kontrabandistët, jo qytetarët. Dhe betejë jonë për informalitetin, që përfshin edhe këto masa që parashikojmë në Kodin Penal, janë betejë për shëndet publik, zoti Alimi, nëse nuk e keni kuptuar. Por nga ana tjetër zërat kritike dhe brenda shumicës për të cilësuar krim dhe dënuar me burg 3 vjet, këdo që nuk merr kupon tatimor, duket se ka detyruar tërheqjen e qeverisë, e cila do të hyjë në konsulta me kuvendin për rishikimin e këtij dënimi. Mund të bëjë një unifikim të një administratori të një biznesi, dhe ne synojmë që kemi biznes i cili tjetë sa më i shëndetshëm e më i madh, merr përgjegjësi për një faj që e bën individi. Ne duhet t'i lëmë kohë vetes, pak, që të negociojmë edhe me përfaqësuesit e qeverisë për të gjetur një zgjidhje pas. Qeveria ndoshta i ka thirrur mendjes dhe do gjejë artifica për ta hequr, se duhet hequr.